Negociatat për integrimin ishin në qendër të diskutimit mes kryediplomatit shqiptar Igli Hasanit dhe ministrit të Francës Benjamin Haddad, i cili ka nisur një vizitë 2 ditore në Shqipëri. Në fjalën e tij, Igli Hasani theksoi mundësinë e hapjes së kapitujve të rinj, ku kërkoi mbështetjen e Parisit. Presojmë shumë që të vazhdojmë ta kemi këtë mbështetje, veçanërisht për mbajtjen e konferencës së 4 ndërqeveritare e midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, e cila urojmë të zhvillohet në ditët vijim, sikurse edhe për hapjen e kapitujve të tjerë të mbetur gjatë vitit 2025 deri në arritjen e objektivit tonë të qartë dhe të pastër si kristali mbylljen e negociatave deri në fund vitit 2027. Pjesë e rëndësishme e takimit të sotëm ishte dhe samiti i ardhshëm në Tiranë i Komunitetit Politik Evropian. Shqipëria ka privilegjin dhe nderin ta mikpres të ngjarje të rëndësishme, e cila synon promovimin e bashkëpunimit dhe dialogut me të shteteve të Evropës për sfidat e përbashkëta. Diplomati francez bëri të ditur vizitën e presidentit Macron në Tiranë, por edhe rëndësinë e Shqipërisë në rajon. Do të kulmoj muajin tjetër me vizitën e dytë të presidentit Emmanuel Macron për samitin e KPS. Fakti që Shqipëria do të mbajë samitin e parë të KPS të Ballkanit Perëndimor është një njohje e qartë të rolit udhëheqjes që Tirana luan. Haddad shtoi investimin në Shqipëri të parkut më të madh fotovoltaik në Ballkan, por edhe marrëveshjet që do të nënshkruhen mes dy vendeve.